zonja drejtuese e seancës. Kam kërkuar disa herë fjalën, nuk më është dhënë. Tani, të çohesh 1 minutë heshtje në nderim të punonësit të vrarë, po ditën e sotme. Dhe të vijosh pastaj me këtë teatr të shëmtuar, ku dy ruaj zot shqiptarët nga ata njerëz pas skrupuj me maska, të cilët janë të gatshëm të ecin mbi viktima vetëm e vetëm për të arritur qëllimin e tyre populist. Po ju s'keni lidhje fare me atë protestë. Ata ju përbuzin, ju bëni një teatr, ju përflisni dhe bëni pyetje ndaj ministrit brendshëm dhe vetëm fjalën nuk ja jepni. Ky është një teatr i shëmtuar që unë e refuzoj dhe zonja drejtuese e seancës. Unë dua zonja drejtuese e seancës, ju lutem veni qetësi sepse po sillen si fëmijë. Veni qetësi në sallë dhe ti zotrote ato deformimin e mbiemrave, mos u mundo kohë deformimin e mbiemrave, sepse ekskluzivitetin e deformimit mbiemrave ka bufoni grupit tuaj, nuk e ke ti. Kështu kujdes. Nësa ju zotri atje, mund shkoni në protestë vetë të dytët, mundoni kapni një reels atje, po s'keni lidhje fare me atë. As nuk frymëzoni, as ju njohin dhe ata. Zoti Sheh, ti ke dalë nga kjo parti dhe s'beson askush e para. Për zotin Këlliçi, ndërkohë që zoti Kapri po kërkonte dorëheqjen e ministrit brendshëm, mbi një situatë pasi ishte ngritur 1 minutë më parë, ishte ngritur në shenjë respekti ndaj policëve të vrarë, mund t'i them zotit Këlliçi, a mund të pushoni, a mund të bëni qetësi, nëse do ta kuptosh, duhet të më dëgjosh. Mos bësh zhurmë, s'është e turpshme kjo që bën. Po pra, hë fol, nuk je ti drejtues seance, dëgjoj pra. Zoti Këlliçi, teksa ata dy ish kolegët tuaj po mundoheshin unë po komunikoja me drejtorin e përgjithshëm të Unë po komunikoja me drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit, i cili më njoftoi se për fat të mirë efektivi i plagosur është jashtë rrezikut për jetën dhe sigurisht, dhe unë këtu të garantoj ty dhe çdo kënd tjetër që do të bëhet gjithë vlerësimi i menaxhimit të situatës atje, do të merren masat e duhura administrative, disiplinore, ligjore e tjerë, për këtë edhe këtë siguroj. Nga ana tjetër, unë kam ardhur këtu për interpelancën, në respekt të interpelancës së kërkuar. Nëse vazhdoj me këtë teatr të shëmtuar, vazhdoni, turpi qoftë. Unë do largohem, sepse është më rëndësishme të jem atje në situatë në spital të vizitoj efektivin e plagosur, se tri me një show të shëmtuar që qytetarët shqiptarë e përbuzin. Shumë faleminderit. Zoti Vëngu, keni fjalën për replikë.